Në një kohë kur në vendin ton ka shpërthyer skandali i mbetjeve spitalore si një kërcënim i rrezikshëm për popullatën, në Spitalin Rajonal të Shkodrës duket se ky problem ka gjetur zgjidhje. Drejtues të këtij institucioni sqarojnë se mbetjet spitalore trajtohen prej më shumë se një viti me anë të pajisjes së hidroklavës. Inspektori sanitar Arben Drangu thekson se procedura e sterilizimit të këtyre mbetjeve shmang plotësisht rrezikshmërinë ndaj tyre, pavarësisht se gjatë procesit shfaqen disa problematika në diferencimin e mbetjeve. Vazhdojmë procesin normalisht që prej një viti të gjysmë në spital nëpërmjet procesit të autoklavimit me një aparaturë bashkëkohore kanadeze që quhet hidroklave tipit H7 dhe bën nëpërmjet eliminimit të mbetjeve të rrezikshme me avull dhe nën presion. Mbetjet vijnë nga repartet të veçuara nga mbetjet urbane, të ndara në mbetjet urbane në vedi dhe mbetjet spitalore në vedi. Mbetjet spitalore futen në autoklav dhe procesi fillon nga temperaturën 123 gradë deri që shkon në temperaturën 135 gradë dhe në 3 atmosferë. Mas kësaj mbetjet dalin në gjendje të lirë jo të rrezikshme në mbetje urbane të cilat i çojmë dhe i depozitojmë në landfillin e Bushatit. Nuk ka sesena pa problematika, i zgjidhim brenda institucionit problematikat, kena rizgjidhin dhe ecim normalisht. Pas gjithë procesit të autoklavës, mbetjet spitalore depozitohen në kazane për t'i dërguar më pas në landfillin e Bushatit si të gjitha mbetjet e tjera urbane. Drangu thekson se një vit më parë gjendja ishte skandaloze, pasi të gjitha trajtoheshin vetëm si mbetje urbane, por që nga vënia në funksion e hidroklavës, ky problem është zgjedhur duke eliminuar njëkohësisht edhe rrezikshmërinë e lartë që ato paraqesin.